Afrim Qendro është emëruar nga kryeministri Edi Rama në krye të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, duke zëvendësuar në këtë detyrë Dallëndyshe Bicin. Ai merr drejtimin e institucionit pas një karriere të gjatë në administratën publike dhe në strukturat drejtuese të pushtetit vendor e qendror. Së fundmi, Qendro mbante postin e prefektit të qarkut Tiranë, detyrë nga e cila u largua pas emërimit si kryeinspektor i IKMT-s. Përgjatë viteve, ai ka mbajtur një sër funksionesh të rëndësishme, duke ndërtuar një profil të konsoliduar në fushën e administrimit publik dhe menaxhimit institucional. Në angazhimin e tij politik, Qendro ka qenë koordinator elektoral i Partisë Socialiste në qarqet Tiranë dhe Vlorë, si dhe antar i Asamblesë Kombëtare të PS-s, ku është renditur ndër më të votuarit në Asamblenë e Tiranës. Karriera e tij përfshin poste drejtuese, si drejtues i ndërmarrjes numër 1 në Bashkinë e Tiranës, drejtues i Inspektoratit Ndërtimor të Tiranës, drejtues i Autoritetit Rrugor Shqiptar, nënkryetari i Bashkisë së Vlorës dhe së fundmi prefekt i qarkut Tiranë. Me këtë eksperiencë të gjerë në administratë dhe në sektorin e infrastrukturës e territorit, Afrim Qendro merr tashmë drejtimin e IKMT-s, një institucion kyç në kontrollin dhe zbatimin e ligjshmërisë në fushën e ndërtimit dhe mbrojtjes së territorit.